Pra ata Abdullah Mesudi tha Allahu I ka shiquen zemrat e gjithë krijesave, pite Ademi ka shiqu zemrat më të qiltërt, zemrat më të pastër, zemrat më të mira kanë qenë zemrat e pejgamberëve të Allahut. A e kuptuat pse Allahu I ka zgjedhur pejgamber? 124.000 pejgamber. Pse Allahu Azza wa Jalla I ka dërgu? Për shkak se zemrat më të qiltërta, më të pastra, më të mira ka qenë zemrat e pejgamberëve të Allahut. Pastaj Abdullah Mesudi thot, pastaj Allahu I ka rishiqu sirish zemrat e pejgamberëve të Allahut, zemra më e qiltër dhe më e pastër dhe më e mirë ka qenë zemra Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Pra atë ka bë vule pejgamberëve. Se Allahu nuk mandri pa drejtësi. Pastaj thot I ka shiqu Allahu zemrat e krijesave qera pos pejgamberëve. I ka pose zemrat më të qiltërta janë zemrat e shokëve të pejgamberit Allahut. Zemrat më të mira janë zemrat e shokëve të pejgamberit Allahut. Pra me dash pejgamberin Allahut duhet me dash dhe shokët e pejgamberit Allahut. Ato që I ofendojnë shokët e pejgamberit Allahut, pa marrë parasysh se cilin për atyre. Derisa kur e kanë pyetën se Abu Bekri a Omeri ka më shumë vlerë apo Aliu, janë trondit përpara me këtë pyetje. Për çka se thot a krahasohet Aliu me Abu Bekrin dhe Omerin? Pa krahasohet zemrat e sahabëve apo sahabët shokët e pejgamberit Allahut me ato që kanë ardhur pas tyre, nuk krahasohet. Nuk ka krahasim. Për çka se zemrat e shokëve të pejgamberit Allahut ka qenë zemrat më të qiltërt, më të pastërta. E nëse e kupton që kemi kuptu një hadith të madh që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sikur ju me dhoni një kodër Uhudi me altan, s'muni me arrit se vapin e një sahabiu që e ka dhoni një par grushta gërun sadaka. Me dhoni një kodër altan, s'munesh me mërin se vapin e Ebu Bekri që e ka dhoni një par grushta misër, gërun apo elb. Pse? Për shkak se te Allahu Azza wa Jall shkohet me zemrën. Te Allahu Azza wa Jall shkohet me zemrën, jo vetëm se me forma.